Janë realizuar mbi 35 miliard lek investime në këtë sektor. Furnizimi 24 orë është arritur në 43 zona urbane dhe 98 zona rurale. Arktimet kanë shkuar në një nivel rekord me 11.2 miliard lek në 2024, rritje me 13%, ndërkohë që pagesa e faturat e energjisë nga shoqëritë e usjellësit që nuk paguan energjinë ka arritur në 93%. Shoqëritë e usjellësit kanalizimeve kanë arritur të mbulojnë kostot e operimit, diçka që nuk ndodhte më parë. Dhe të mirëmbajtjes duke treguar që janë shëndoshur financiarisht në pikën ku mund të kalojmë në fazën tjetër të reformës. Kanë përfunduar mbi 200 projekte për rindërtimin dhe ndërtimin e usjellësve në këto vite, rrjetesh kanalizimi, impiantesh trajtimi të shpërndarë në të gjitha qarqet. Janë 80 kantiere në proces. Tani unë jam i bindur se kjo pasqyrë faktesh dhe shifrash, sa kokëforta aq dhe domethënëse nga dy sektorët strategjik që Belinda Balluku ka drejtuar si titullar politik i tyre, do të gjuhet dhe do të pështyhet nga tërë lukunia e pazarit të tenxhereve politike dhe mediatike, si të ishte një flet lavdërimi me fotografinë e saj. Por faktet janë fakte. Dhe asgjë nuk i ndryshon dot. Ndërkohë që për mua, për ne, këto nuk janë faktet e pafajësisë apo të amnistisë, për çfarëdo faj mund të ketë bërë Belinda, të cilin sidoqoftë nuk e përcaktojnë dot as një prokuror, as dy uturak mediatik qimbellinj që mbledhin e hedhin jashtë nxjerrjet e urrëties ndaj nesh, duke pastruar para dhe duke bërë evazion fiskal në sytë e mbyllur të prokurorisë që i ka dosjet për të dyja këto akuza të depozituara institucionalisht nga tatimet e Republikës së Shqipërisë. Po tatimet e Republikës së Shqipërisë janë të Republikës. Prandaj nuk janë aq të rëndësishme se sa janë qimbellinjt, që janë të hurit dhe të litarit. Dhe nuk e përcaktojnë as gjitha tenxheret bashkë. Atë fajsin ose pafajsin e përcakton vetëm procesi gjyqësor. Ndërsa pasqyra e fakteve të një pule kolosale nuk i takon kursesi një individi thjesht me një rol të pamohueshëm në të gjithë zinxhirin e arritjeve në dy sektorë kaq të rëndësishëm, po të gjithë atyre që kanë pasur një rol për të luajtur nga skuadra e qeverisë tek ajo e Ministrisë Infrastrukturës, duke filluar nga Sindi 32 kile, që na doli dhe njeri për të kontrolluar shtëpia në 6 mëngjesit, deri tek i fundit, bashkë me drejtuesit dhe ekipet e institucioneve dhe ndërmarrjet varësisë, pa haruar padyshim deputetët e komisioneve të lidhura me ata sektor, si dhe mbështetjen vendimtare që grupi socialist i ka dhënë të gjitha reformave të bëra. Dhe për këto fakte, për këto arritje, për të gjitha përpjekjet dhe mundin që është dashur deri këtu, që të gjitha ata që kanë bërë detyrën e tyre, përfshirë patjetër edhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë, si përgjegjëse për dy sektorët, meritojnë vetëm respekt. Ndërsa të gjitha atyre njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, me kushtin që të mos jenë pjesë e turmës së qorrave dhe të shurdhve, me molotov në gojë dhe në duar, por që mund të jenë mbështetës tanët, siç mund mos jenë mbështetës tanët,
dhe që si do qofshin, e kanë gjykuar tani më pa gjyq, dënuar pa i dhënë as të drejtën të mbrëhet në gjykat për çka akuzohet, dhe duan ta shohin në burg Belinda Ballukun. Pa pritur as të hapet dera e sallës gjyqit për të nisur procesin, u them që t'i bëjnë vetes një pyetje. Ku ndryshojmë ne? Që të gjithë ne sot, apo të paktën, ku duhet të ndryshojmë ne, shqiptarët e sotëm, pavarësisht bindjeve dhe simpative tona, politike apo njerëzore, nga ata që dje e deshën me do e mos të pushkatuar gjyshin e saj, apo nga ata që regjimi komunist i gjyshit të saj i deshi me do e mos të pushkatuar, të burgosur, të sërgjynosur, pasi u bëri fillimisht gjyqin në gazet, në radio, në televizion, dhe i dënoi në emër të popullit, pa u dhënë as të drejtën të mbrohen në sytë e popullit. Kjo nuk është një pyetje që unë e bëj sot për të mbrojtur Belinda Ballukun nga e vërteta, që i takon vetëm procesit me saj dhe drejtësisë. Sepse unë nuk jam avokati as kujt këtu, përballë një akuzë të ngritur nga prokuroria, ndaj kujt do qoftë këtu brenda apo pranë nesh. Kjo është një pyetje të cilën unë e bëj sot për të mbrojtur të vërtetën e madhe që i takon vetëm demokracisë, nga të gjithë abuzuesit e saj, sepse unë jam kryeministri i këtij vendi. Përballë një sfide historike të marrë përsipër nga Partia Socialiste dhe nga unë vetë si udhëheqësi i saj. Kjo e vërtet e madhe quhet prezumimi i pafajësisë, si parakusht absolut i çdo hetimi dhe procesi gjyqësor, dhe si vijë e prerëndarse mes demokracisë dhe diktaturës, mes drejtësisë dhe arbitraritetit. Ndërsa sfida historike e kësaj partie është mbrojtja e pavarësisë drejtësisë në radhë parë nga tundimi ynë i natyrshëm për t'ju kundërvënë drejtësisë në çdo rast kur drejtësia tani më e pavarur fal vullnetit ton patriotik dhe europian shfaqet haptazi e anshme dhe jo profesionale, duke goditur arbitrarisht dhe duke përdorur tenxheret politike dhe mediatike për të fituar në mexhelisin e gjyqit popullor përpara se sa të fillojë gjyqi ligjor.